Instat do të përdor një fond për rreth 1.8 miliard lekësh për realizimin e censit në bujqësi. Informacioni statistikor do të mblidhet për 6 javë në terren nga rreth 3.400 punonjës në të gjithë territorin e vendit. Projektligji për censin e bujqësisë konsiderohet si një hap i rëndësishëm për krijimin e bazës ligjore të zhvillimit të këtij procesi, sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Drejtoresha e Instat, Lentona Sado, tha se projektligji krijon një bazë të qartë ligjore për realizimin e censit të bujqësisë. Qëllimi i këtij projektligji është krijimi i bazës ligjore të nevojshme për zbatimin e censit të bujqësisë, organizimin dhe realizimin e tij në Republikën e Shqipërisë në përputhje me praktikat dhe standardet ndërkombëtare dhe me kërkesat e integrimit evropian. Pra ai synon të sigurojë një kuadër të qartë institucional, metodologjik dhe operacional për mbledhjen e të dhënave statistikore mbi njësitë ekonomike bujqësore, duke garantuar cilësinë, besueshmërinë dhe krahasueshmërinë e tyre, edhe në nivel evropian. Censi i bujqësisë është operacioni më i madh statistikor që Instat pritet të ndërmarrë pas atij të popullsisë dhe banesave, duke synuar mbledhjen e të dhënave të plota për sektorin bujqësor në rreth 90% të territorit ku ushtrohet aktivitet. Të dhënat që do të sigurohen nga ky cens do të shërbejnë fermerëve për përfitimin e skemave mbështetëse mbi baza reale, institucioneve për hartimin e politikave efektive dhe përmbushjes së detyrimeve që lidhen me procesin antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.